Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia më mirë se kur më herët i ka kuptuar se Kosova është shtet, edhe pse vazhdon ta refuzojë njohjen. Ai në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës akuzoi edhe partitë opozitare se për shkak të mungesës së bashkëpunimit të tyre vendi shkoi 2 herë në zgjedhje vitin e kaluar, derisa ka theksuar se populli i Kosovës sipas tij refuzon të kthehet në epokën e korrupsionit. Ai tha se kontribuesi i destabilitetit në rajon përmes Serbisë është Federata Ruse. Serbia po e kupton më mirë se kur se jemi shtet, edhe pse nuk na njeh. Nga 4 fqinj që kemi, si Republika e Kosovës 3 na njohin, vetëm Serbia nuk na njeh dhe nuk duket se do ta bëjë së shpejti, edhe pse mendoj se e kuptojnë më mirë se kur që jemi shtet tjetër. Realiteti ka ndryshuar shumë, por ajo që duhet të ndodhë është që të shuhet të ëndra e tyre për kthim, po ashtu kontribuesi i saj është Perandoria Ruse, apo ajo që është tash Federata Ruse. Perandoria Ruse nuk dëshiron fqinj, por është e pamundur që të mos kesh fqinj, tha ai. Krahas kësaj, ai akuzoi opozitën sa i përket zgjedhjeve të reja, duke nënvizuar se mungesa e bashkëpunimit nga ana e tyre i solli zgjedhjet të reja dhe rezultatin e mirë për të, ku mori mbi 51% të votave. Unë nuk do doja zgjedhje të reja, opozita nuk dëshironte të bashkëpunonte. Së pari nuk shkuam në zgjedhjet e reja pse donim. Ky nuk ishte qëllimi ynë, por ishte pasojë e mungesës së bashkëpunimit me opozitën. Ne filluam në shkurt 42.3%, por nuk ishte mjaftueshme. Provuam gjithçka, provuam të takoheshim me 1 apo 2 parti politike opozitare. Njëra nga ato nuk donte të takoheshim. Njëra nga ato e dëshironte pozitën e kryeparlamentarit me vetëm 3 deputet. Pastaj nuk e pranuan emrin ton të propozuar për kryeparlamentar, megjithse e zëvendësuam atë emër 10 herë. Opozita sërish ju tha jo të gjithëve. Pastaj unë e zëvendësova emrin tim e zëvendësin tim në parti Glau Konjufca, i cili ishte kryeparlamentar dhe do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër jashtë Miradhës, tha Kurti. Në anën tjetër, ai ka thënë se gjatë mandatit të tij qeverisës e ka trashëguar një situatë me korrupsion endemik. Andaj, sipas tij, populli i Kosovës refuzon që të kthehet në të ardhmen në atë gjendje. Ai theksoi se askush tjetër brenda kabinetit qeveritar të tij se ka imagjinuar më të vogël të përfshirjes në çfarëdo shkallë të korrupsion.